Shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në këtë pjesë të dytë ku do ndalemi tek zhvillimet politike në vendin tonë. Kam të ftuar ditën e sotme zotin Ertan Luku nga Partia Agrare Ambientaliste. Zoti Luku, ju përshëndes. Përshëndetje juve. Kënaqësi. Zoti Luku, unë do doja ta nisja me dosjen e zonjës Belinda Balluku, ku kryeministri Edi Rama, ashtu si e dim tashmë, i ka dalë hapur në mbrojtje sa i përket hetimit që SPAK ka ndërmarrë ndaj saj, dhe pyetja lind se pse kryeministri zgjodhi të dalë në mbrojtje të zonjës Balluku, duke sfiduar këtu praktikat institucionale dhe duke futur ndoshta edhe mazhorancën në një përplasje të drejtë për drejtë me SPAK-un. Atëherë, reagimi me njëhershëm i kryeministrit do thojë që nuk është një reagim i thjesht solidariteti, por është një sinjal i qartë politik. Në një sinjal i qartë politik, në një luftë të hapur me SPAK, në një luftë hapur me ato çka Partia Socialiste deri dje i ka mbështetur me një solidaritet jashtëzakonshëm. Ku hapta si duket që kemi të bëjmë me një sistem ku vendimarrja është kaq e centralizuar sa që mbrojtja e numrit 2 të qeverisë ka të bëjë me mbrojtjen e gjithë strukturës qeverisë së Partisë Socialiste. E qartë. Por nga ana tjetër, cili është mesazhi që kjo i jep qytetarëve dhe drejtësisë nga ana tjetër, kur një kryeministër që përdor 83 mandate si një mburoj për një zëvendës kryeministri pra numrin 2 të qeverisë të akuzuar për korrupsion, dhe nga ana tjetër apo dërgon vetë kryeministri Edi Rama se askush në pushtet nuk mund të përballet ndoshta me përgjegjësi penale duke minuar këtu parimin e barazisë para ligjit. Atëherë, në fakt ky është një moment ku parimi i barazisë para ligjit është në një diskutim mjaft të rëndësishëm. Mënyra se si kryeministri po reagon dhe mënyra se si kryeministri po përdor 83 mandatet si një perimetër sigurie, le të themi, për qeverinë aktuale, na bën të mendojmë që kemi të bëjmë me një situatë ku tani më vjen në diskutim dhe funksionimi i ligjit, ku ligji jetë i barabartë për gjithë. Duket sikur ligji në këtë rast nuk është i njëjtë për pushtetin, duket sikur ligji para ligjit qytetarët janë ndryshe dhe njerëzit që kanë pushtet janë ndryshe. Kur flasim për 83 mandatet, unë mendoj që ligji duhet të jetë i njëjtë si për deputetët si për qytetarin e thjeshtë. Madje duhet të jetë e padiskutueshme lëshimi i imunitetit në rast me një situatë të tillë, ku zonja Balluku apo dhe të tjerë siç flitet që do kemi edhe goxha emra të tjerë që do vinë më pas zonjës Balluku, do përballen me sistemin e drejtësisë. Unë nuk e kuptoj, deri dje është reklamuar më të madhe që ne në një rastin më të parë që do kemi probleme me ligjin, deputetët e mi, ne direkt do t'i heqim imunitetin dhe ata do të përballen si qytetarë të thjeshtë përpara ligjit. Më duket që rasti konkret i zonjës Balluku është pak i komplikuar, duket sikur i gjithë sistemi i qeverisë është pak i lidhur me atë çka akuzohet zonja Balluku. Dhe kjo e ka vënë zotin Rama sipas mendimin tim në një pozitë të vështirë, që është i detyruar të përdorë 83 mandate të çdo lloj mekanizmi për të përfituar kohë dhe për të bërë strategjinë e duar ku të dalin gjithë të palagur nga sistemi i drejtësisë. Qërë, zoti Luku, nga ana tjetër, a mos ndoshta kryeministri shqiptar po e përdor mbrojtjen ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku si një strategji, po i quaj për të shpëtuar ndoshta edhe veten nga hetimet e SPAK, dhe a tregon kjo nga ana tjetër se drejtësia në Shqipëri është futur tashmë në një fazë ku përplasja politike edhe pushteti i pandershëm po tentojnë ndoshta të zbatojnë edhe ligjin? Po pa diskutim që kemi një tentativë të pastër për të penguar sistemin e drejtësisë. Kjo duket më së hapta, si domethënë. Dhe jemi në një situatë ku kemi dy lloje drejtësisë në Shqipëri. Një që ndjek qytetarin e thjeshtë dhe një që ndalon këtë dera e ministrave dhe nuk mund të bëjë një hap më tutje. Këtu kemi bërë një presion të hapur politik. Dhe që ndoshta kjo do shoqërohet në ideologjinë e reformave për sistemin e drejtësisë, do të shoqërohet me masa për t'i ulur vlerën, për mos ta lënë sistemin e drejtësisë që bëj punën e tij. Unë kështu e kuptoj. Nga ana tjetër, zoti Luku, e gjithë kjo përpjekje andos që të shndrojë kuvendin dhe të gjitha institucionet e drejtësisë në një stret të korrupsionit të qeverisë? Nëse fasada e Ramës dhe mbështetësve të tij do të funksionojë, pa diskutim që do të kemi shndërrimin e një sistemi drejtësie totalisht falso, i pavlefshëm, ku sistemi drejtësisë mund godasi qytetarin e thjeshtë në shoj kësaj pike dhe nuk mund godasi dot njerëzit të kupolës, nuk mund godasi dot njerëzit e qeverisë dhe nuk mund godasi dot as parlamentit, qofshin të opozitës apo të opozitës. Por çfarë do ndodh nga ana tjetër me reformën në drejtësi, ajo që u krijua, pra nëse kryeministri përdor të gjithë fuqinë e tij politike për të ndalur këtu SPAK-un dhe për të mbrojtur zyrtarët e tij përfshirë këtu në të gjitha aferat korruptive?
Nëse strategjia e theksoj përsëri e kryeministrit do të funksionojë, ne do të kemi një ndërhyrje të fortë në sistemin e drejtësisë dhe qytetarët do të pësojnë një zhgënjimin e rrallës, domethënë qytetari sot është zhgënjur totalisht nga politika shqiptare dhe vetëm shpresë që ka është sistemi i drejtësisë dhe spaku në veçantë. Nëse politika shqiptare dhe sidomos në këtë moment kur kërkojmë të bëjmë ndryshime në një situatë që përballemi me akuza të drejtë për drejta, nëse kjo strategji do të funksionojë dhe spaku do të ulet ritmi i tij, domethënë do të vetë para pamundësisë për të bërë drejtësi, zhgënjimi qytetar do të jetë një niveli shumë të lartë dhe nuk e di, domethënë kjo do ta vëjë në diskutim politikën shqiptare, kjo do të vëjë diskutim qeverinë, do të vëjë diskutim sistemin e drejtësisë. Edhe do të përfundojmë duke pasur një nivel besueshmërie shumë të ulët në të gjitha hallkat e pushtetit. E qartë, zoti Luku, nga ana tjetër, e gjithë kjo mbrojtje ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku mund të shërbejë tashmë si një tregues se Shqipëria po hyn në një fazë ku askush nuk pushtet, nuk është më i prekshëm dhe ku ligji dhe drejtësia nga ana tjetër mund të shtypen nga frika, por edhe nga presioni politik i ushtruar dhe duke çuar kështu vendin drejt një krize të thellë institucionale dhe morale nga ana tjetër. Unë sa po e thash të gjë që ju të më pyetët, pa diskutim që tentativa e Ramës dhe gjithë pas mbështetësve të tij është që neve të arrijmë në këtë pikë, nuk është se atyre intereson shumë nëse humbet apo jo besimi te drejtësia, me ideologjitë e tyre, me kapin e mediave do ta propagandojnë si një risit veten. Nuk do të jetë lehtë sepse nuk është vetëm faktori vendas, është edhe faktori ndërkombëtar ai që ka një ndikim mjaft fort në sistemin tonë të drejtësisë. Personalisht, për aq sa më takon dhe për aq sa mundësitë kam dhe për votën që kam në parlament, nuk do të mbështet se kur asnjë lloj iniciative që do ta vende sistemin drejtësisht në një pozitë ku do të ulte aty forca dhe do ta bëjë të diskutueshëm ushtrimin e drejtësisë për gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Nga ana tjetër janë mbyllur 34 kontrollet e urdhëruara nga SPAK, zoti Luku, për dosjen e zëvendës kryeministres dhe shumica e cilëve janë vetë stafi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. I gjithë ky aksion i SPAK a mund të interpretohet ndoshta si një mesazh politik ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë? Unë mendoj që SPAK do të lënë të bëjë detyrën e tij. Sot betejë vërtet fakt politike nuk është mes partive politike, por është mes drejtësisë së pavarur dhe kapjes së shtetit. Se lejmë që politika të intimidoj SPAK për të mbrojtur bashkëpunëtorët e kryeministit, ne do vrasim shpresën e fundit për Shqipërinë europiane, ku ligji nuk është i barabartë për të gjithë. Dhe lufta e drejtësisë me politikën në këtë rast nuk është luftë politike. Nga njëra anë, njëra kollonë e pushtetit kërkon të bëjë punën e saj duke ushtruar drejtësi, dhe nga ana tjetër kemi një politikë e cila politika e qeverisë, sepse opozita nuk është se ka një gjë të madhe ndër, dhe opozita ka treguar mbështetjen e saj në SPAK, dhe për gjithë përpjekjet e qeverisë për ta ndaluar SPAK-un që të ushtrojë detyrën e tij, për ta ndaluar SPAK-un që të vendosë drejtësi. Duhet të jetë halli madh për Partinë Socialiste, për zëvendës kryeministrin dhe për kryeministrin në këtë situatë. Jam i sigurt që do të ketë hallkat e tjera që të çojnë pa diskutim te kryeministri, se ndryshe Edi Rama ka treguar në shkruan që nuk do ta vendoste veten në një pozitë të tillë, në një luftë të hapur me sistemin e drejtësisë. Kështu që t'ja lejmë, nuk do të jetë lehtë për ta, ne do bëjmë gjithë përpjekjet tona maksimale për t'i ndaluar. Përdorimi i tet, ne kemi folur dhe me kolegët tanë socialistë, të cilët janë pjesë e parlamentit dhe të gjithë shohin absurde, dorëzimin e imunitetit, ose dorëheqjen e menjëhershme që do të bënte zonja Balluku në momentin e parë që ju vu në dieni akuzat, por kjo nuk ka ndodhur. Dhe ata, po t'i lesh votojnë të lirë, shumica e tyre janë dakord që ta votojnë heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut apo dhe emrave të tjerë që do të vinë më pas. Jeni sigurt që do ketë bolla emra të tjerë. Presioni i madh politik brenda Partisë Socialiste do të ishte një gabim i rënd politik për Partinë Socialiste dhe do të ishte një gabim që më shumë do të shkonte në dëm të vendit dhe të qytetarit të lirë. Zoti Luku, si mund të interpretohet këtu edhe fakti që policia e shtetit nuk është lejuar të marrë pjesë në këto kontrolle që janë kryer në kontekstin e marrëdhënieve mes institucioneve, pra mes institucioneve shtetërore, mes SPAK dhe BG-s? Kjo ka të bëjë me atë që ka thënë në vazhdim, duke vendosur kufirin që këtu nuk mund të hyjnë. Kjo linjë është e pa dëpërtueshme për sistemin e drejtësisë dhe për gjithë strukturat e tjera që lidhen me SPAK-un.
Mirë, zë Luku, kalojmë tek një tjetër çështje e cila është edhe hetimi ndaj Jakshit. Si e shpjegoni ju faktin që një dosje kaq e rëndë për manipulime tenderash, pastrim parash dhe pengmarrje në vendin tonë duket se lidhet me zyrtarët e lartë të qeverisë dhe një rrjet kriminal të strukturuar dhe ato ndërhyj drejtësia në mënyrë të pavarur, apo nga ana tjetër kryeministri Edi Rama do të përdor ndoshta edhe ndikimin e tij politik për të mbrojtur edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt? Atëherë, ajo që po ndodh me Akshin dhe të gjithë gjërat